Ministria e Arsimit edhe zyrtarisht ka dhënë pëlqimin për ndryshimin dhe plotësimin e statutit të shkollës fillore për arsim muzikor Pançe Peshev në Kumanov, për t'i hapur kështu rrugën hapjes së një paralele në gjuhën shqipe në këtë shkollë. Qysh para disa javësh nga seanca e Këshillit Komunal të Komunës së Kumanovës, kur u bë aprovimi i ndryshimeve statutare të shkollës së të muzikës Pançe Peshev, ai dokument atëherë është dërguar drejtuar drejt Ministrisë së Arsimit, ku fatmirësisht për një periudhë shumë të shkurtër, duke falendëruar domethënë ministrit aktual zotëri Pishta Lutfiut, kanë sjellur vendim për pëlqimin e hapjes së paraleles në gjuhën shqipe. Vendimi i miratuar në Ministrinë e Arsimit për hapjen e paraleles në gjuhën shqipe duhet të kalojë edhe në Këshillin e shkollës në fjalë. Rami Mustafi, që inicoi zgjidhjen e problemit të nxënësve shqiptar, preq që nga 1 shtatori në shkollën e muzikës në Kumanov për herë të parë të nisë mësimi edhe në gjuhën shqipe. Vendimin që ka nënshkruar Ministri i Arsimit, tani ai vendim duhet vijë në shkollën paralele, ku duhet mblidhet këshilli i kësaj shkolle, të jepet miratim i këtij vendimit Ministrisë së Arsimit dhe prapa e njëjta do kthehet në Ministrinë e Arsimit, ku do jepet verdikti i fundit i këtij procesi të shkollës së ulët Pançe Peshev. Në shkollën e muzikës Pançe Peshev aktualisht mësimin e ndjekin rreth 50 nxënës shqiptar. Në këtë institucion arsimor asnjëherë mësimi nuk është zhvilluar në gjuhën shqipe.